Punimet për rikonstruimin e bulevardit Cvetan Dimov të njohur si Yahya Pasha do të fillojnë këtë vit. Për këtë siguroi kreu i qytetit të Shkupit Orce Gjeorgjevski, i cili deklaroi se në këtë projekt pritet të punohet jo 1 muaj ose 2, por rreth 3 vite. I pyetur nga televizioni Shenja, Gjeorgjevski tha se për përgatitjen e projektit është obliguar komuna e Çajirit dhe njoftoi se gjatë kryerjes së punimeve do të prishen rreth 20 objekte. Nuk përcaktoi shumën finale se sa do të kushtojë tërë projekti, por tha se po punohet me shumë seriozitet. Komuna e Çajirit duhet të përgatisë projektin, ndërkaq ne do ta financojmë. Këtë vendim e kemi marrë mbrëm në mbledhjen e Këshillit Komunal. Gjithashtu do të kryejmë edhe procesin e shpronësimit. Nuk premtoj diçka që nuk realizoj, por nuk do të jetë projekt që do të përfundojë brenda disa muajsh. Na presin aktivitete serioze, duke filluar nga pastrimi i trases përmes procesit të shpronësimit. Pasi të jetë gati projekti, kemi parapar mjete për fazën e parë. Do të jeni të njoftuar sepse në atë projekt do të punohet për 3 vite. Do t'ju informojmë se sa do të kushtoj projekti. Gjeorgjevski foli edhe për kalimin ilegal në afërsi të Bit Pazarit, kalim mbi të cilin është edhe ura e cila aktualisht është jo funksionale. Ai tha se kalimi ilegal duhet të mbyllet sa më shpejt, sepse rrezikon jetën e qytetarëve. Shtoi se vendimet që do t'i marrin si qeverisje lokale dikujt mund të mos i përshtaten dhe t'i prishin komoditetin. Megjithatë, ai theksoi se do të vendosin duke u bazuar në të mirën e përgjithshme dhe jo në të mirën e përvetshme. Iskreno mislim da ga treba se zatvoriti od vremen. Sinqerisht, mendoj se kalimi ilegal duhet të mbyllet. Për këtë temë jemi në koordinim edhe me sektorin e komunikacionit, sepse mbyllja e tij është kërkuar edhe nga ana e qytetarëve, por të njëjtën kërkesë për mbylljen e këtij kalimi e kishin edhe grupet e këshilltarëve nga Vlen dhe BDI. Mendimi im është se kalimi ilegal duhet të mbyllet, sepse vetëm ura është. Nuk jam kompetent, por punoj me njerëz që kanë njohurinë në sektorin e komunikacionit, të cilët pritet së shpejti të më sjellin vendim dhe të veprojmë sa më shpejt. Kujtojmë se premtimin për rregullimin e bulevardit Cvetan Dimov, kreu aktual i qytetit të Shkupit e kishte premtuar gjatë fushatës zgjedhore, duke e vlerësuar si prioritet dhe ndër projektet më të rëndësishme. Realizimin e këtij projekti Gjeorgjevski e kishte premtuar krah Izet Mexhitit, i cili gjithashtu fitoi në komunën e Çajirit dhe tani pritet ta përgatisë projektin e bulevardit në fjalë. Gjatë fushatës Mexhiti pati premtuar se edhe komuna e Çajirit vetëm ka ndarë buxhet për dëmshpërblimin e pronarëve, objektet e të cilëve pritet të prishen.